Mu sartë flasin për sytë dhe përmenin personat me diabet, si kur njëna pak në siklet se s'du me ju dhonë stres, mjaftueshëm e kanë menagjimin e komplet diabetit, po prapë se prapë që t'jenë vigilent, duhet ta potencojmë edhe këto, që shu manifestohen ndryshimet personave me diabet, për shembull nëse është i ri, ose s'ka rëndësi mosha, po që fillon ai ndryshimi që me po, okej, dona me shku te oftalmologu. Edhe këtë njësit e glaukoma, diabeti na ndodh në herë, që diabeti mos t'jep asnjë shejte të pamërit realisht. Edhe që është më e keq që ndodh në herë se problemet e diabetit në sy, zakonisht na ndajmë ato problemet në 3 stade. Stadi parë shumë i lehtë, stadi 2 është stadi më i mesëm, dëmtimit, stadi 3 është stadi vëshëm. Ka pacient që mrin te stadi gati më i vonshëm e s'ka problem të pamën. Nuk i ndryshon asnjë. Pse? Për arsye se dëmtimet fillojnë në periferi të retinës. Pjesa qendrore është e ruajtur. Dhe ai pacient, po siç moshë shtyra, është i kënaqur me atë pamje që e ka. Edhe pastaj vjen kur vjen edhe përfshihet pjesa makullës, nervit optik, atëherë jemi vonë. Kështu që ideja, personat që janë me diabet, nëse ne kartë e mjeku i syve dhe e kemi parë realisht fundusin e syve ose retinën dhe nuk ka asnjë shenjë diabetit, obligativisht themi na është një herë në vit ta bëj kontrollat, pavarësisht që nuk shef shenjë. Qëtë që ata zakonisht mund t'i shofin ato njollat e zeza. Jo njollat e zeza që në nalla njollat e zeza, po më lëviz ka për shëf. Zdo me thonë që është problemi diabetit. Zakonisht diabetit janë njollat e zeza që mbesin në një vend. Në përshon një fotografi, po pjesë po shon njollat e zeza. Kjo është shenja diabetit? Një shej zakonisht që është njona prej shej, se tjetë mund në shkaktu, po a ishtë domona shej që e dim që kemi dëmtime në retinë. Pastaj fillon të turbullohet pamit, diskutohet. Se ndryshimet e deformimet kur përfshihet makulla fillojnë të deformojnë objektet. Sa të përshaf objektin, po përshaf më të deformuar. Është më trubull se si, po si deformum. Ne shkojmë për shembull të deformuar. Kështu që domethënë kjo është ideja që thjesht ta gjejmë kohën e dur.